Shpallet në kërkim doktori i vipave. Policia e shtetit ka zhvilluar një operacion kundër kontrabandës së botoksit në qendrat estetike. Në kuadër të këtij operacioni janë shpallur në kërkim disa persona, mes tyre kirurgu i famshëm i operacioneve plastike Skerdi Faria. Ky i fundit nuk dihet nëse ndodhet brenda Shqipërisë apo jashtë. Ndërkohë në pranga lidhur me operacionin janë vënë Mildon Kumaraku, administratori i kompanisë që kontrabandonte dhe magazinonte produktin e kundërligjshëm, si dhe furnizonte me të klinikat, si dhe administratorët e 2 klinikave estetike, Giuliana Marmuti dhe Deisa Sheaj. Në vijim të veprimeve procedurale në kuadër të këtij operacioni nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetaset AT, IB, IZ, LC, KB dhe ESH, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit SF, KB dhe AF. Të gjithë administrator klinikash estetike ku injektoi ky produkt. Punohet për kapjen e 3 shtetasëve të shpallur në kërkim, ka njoftuar policia. Deri më tani, nga ky aksion janë mbështetur 30 qendra estetike dhe parukeri, si dhe janë sekuestruar sasi të mëdha të botoksit të kontrabanduara që më pas shpërndai në këto pika dhe injektoi shpesh edhe pa licencë përkatëse. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.